Jude Bellingham është rikthyer fuqishëm pas dëmtimit dhe po shkëlqen. Mesfushori anglez ka kontribuar me 4 gola dhe asist në 3 ndeshjet e fundit, aq sa forma e tij ka bindur trajnerin Thomas Tuchel që ta përfshijë në listën e Anglisë për ndeshjet e ardhshme. Pas operacionit në shpatull në korrik të vitit 2025, Bellingham mungoi disa muaj, por tashmë është rikthyer në formë të plotë. Në 3 ndeshjet e fundit ka qenë protagonist, sidomos me gol ndaj Juventusit në Champions League si dhe gol plus asist ndaj Barcelonës në Klasiko. Ky rikthim e ka bërë sërish lider të mesfushës së Realit dhe një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës, si rrjedhoi ka ardhur dhe rikthimi në kombëtaren angleze. Thomas Tuchel, trajneri i Anglisë, ka vendosur ta rikthejë Bellinghamin në listën e kombëtares për ndeshjet e nëntorit ndaj Serbisë dhe Shqipërisë. Vendimi vjen pas një periudhe ku ai ishte lënë jashtë për të rikuperuar plotësisht nga dëmtimi. Bellingham pritet të jetë një nga shtyllat kryesore të Anglisë në rrugën e Botrorit 2026 që luhet vitin tjetër në SBA, Kanada dhe Meksik.